Si quhet emisioni? Emisioni quhet jo të njëjtë për të gjithë të barabarët, që i kushtohet kategorisë me nevoja të veçanta. E vështirë shumë, po këtë fatë së zgjodha unë. Tu ardhe rrugës, e ke thirrë për parimin, e ke thonë telefon, thuj kushtrimin mos më ngoc se kam të nguc. Unë i kallëzoj krejt Kushtrimi sot më gjasë më ka thirr, më ka thonë që ka me ta bo sikur ti që ja ke bë dikuj tjetër. A ki më thirr mua në emision tonin? Gjithë. Seriozisht? Gjithë ka më thirr, edhe... Unë që nga ladroj këti hati bëjë? Ja, babdo, ti me ladrum në emision të jam zguzan. Të dashur me që jam këtu me një djali cili e ka ba një gjurmë të madhe për vetin edhe për njerëzit, inkuadrimin e njerëzve me aftësitë kufizuara. Një diçka e rrallë, për e vërtet këtu me mua është Gima. Përshëndetje Gima. Përshëndetje Ndërums, mirë se na ka ardhur. Gima, unë e kam pa në rrjetet sociale, e kam pa edhe te portali Kosova Infos që e ke postu një promo të emisionit tanë. Si quhet emisioni? Emisioni quhet jo të njëjtë për të gjithë të barabarët, që i kushtohet kategorisë me nevoja të veçanta. Kategoria e cila është e shkelur nga si në fillim kështu prej institucioneve, mas ne edhe prej njerëzve, prej popullit, janë pak ma të anashkaluar. Gim, ka lindi ideja për me bë këtë emision edhe m'ja lan emrin këtë ndryshe, por jo të barabartë? Ideja ka qenë moti, ka qenë para 10 viteve, po unë kom trokit në çdo derë, në çdo media, edhe fatmirësisht, u kom 7 gushti, i cili jem taku me shefin e këtij portalit, me Manuel Dejmaj, edhe kena kontaktu dhe kena vendos që ta bëjmë një emision për këtë kategori. Kategoria e cila nuk po di çfarë më thonë, nuk është sa duhet e përkrahur nga njerëzit. Pa marrë parasysh se nëpse kemi njerëz që janë të mirë, bojnë mirë si rasti për shembull i Manuelit e në Tanaut, po nuk është hale e dur sa do të me bo për ta. Gim, në kuadër këtij emisioni, do të jenë vetëm personat me nevojat veçanta, apo do të ketë edhe njerëz tjerë të inkuadruar? Po nëse shpreh vullnetin dikush me ndihmu një familjes, për shembull, vëllën që ka nevojë, ai mund më na shkruaj neve. Çfarë? Kur jena të ndihmesa, ti do me bë edhe në mënyrë humanitare këtë pjesë? Po normal, aja që pritëm prej këtij emisionit, unë e pritur që kam marrë një sponsor, kam na sponsorua. Unë normal që atë pare kom ja kushtu me shku të një familje. Unë nuk i qej harsh për shembull ose ndim për domethënë familje që kanë një person me aftësitë kufizuar në shtëpinë e tyre. Pa marrë parasysh në tëna aspektet ka me konë. Po ma shumë ka kategoria jonë. Gim, unë e kam pa që ti je edhe këngëtar, sepse kishe edhe do këngë në YouTube, ka lindi ideja për muzikën? Po për muzikën kushtrim thëmë se unë e kam pas një shoqëni shumë të madhe. Një shoqëni në vendin ku kom jetu atje në fshatin tem, Kushërisë, në Orland, ku muj me thonë që ka qenë rreshti që i du shumë për shëndet, sepse na u kanë nda rrugë, sepse se cili e obligimin e vetë apedin, edhe jam emocionuar për po foli për këtë gjë. Edhe gjithmonë kom këndu me ta kur jem dalë. Cila është kënga që kemë na i knu sot? Ja nismi kështu bilet edhe ta bëjna diçka pak më mirë. S'po di cilën me ta këndu. Cilën këngë të flet zemra mas shumë ti me kënu? Flet zemra që një këngë që është
me gramosimnicën, që është sa pak që i kushtohet kësaj kategorie. Hajde, për na kënon një pjesë që soj këngë. Sa vështirë ti thëm të fjalë, më dikën duhet ti ndaj, e vështirë shumë, po këtë fatë së zgjodha unë, për dikën sikur unë, fjala mirë ka vlerë shumë, ti o mik, dy fjalë thuj, se kam betë si peshk pa uj. Pa janë një zgramusi. O mik i shmuar, kam shumë fjalë për të ngushtuar, ndoshta fati s'është i njëjtë, por me holle jetojnë krejt. Shumë pak nasin këtë jetë, sa pak dashni kam bet, tek se cili a e dini. Zë sa prek se kjo këngë. Gim, unë e di që ti din jashtëzakonisht shumë batuta, edhe tu ardhe rrugës e ke thirë për parimin, e ke thonë telefon, thuj kushtrimi më së mgotë se ka më nguc. Unë i kalzoj krejta, Kushtrimi sot me gjasë më ka thëjër, më ka thonë që ka me ta bo sikur ti që e ke bo dikuj tjetër. Ti pingus njerëz. Po normal, po blek kur duhesh. Gim, çka të ban më konë që ka të shumë i veçant për respektin ndaj njerëzve, sepse vërtet e ki një respekt që njerëzit shumica e njerëzve edhe pafësi të kufizume nuk e kanë. Po tash Zotit jep do vënti, për shembull. Zotit ma ka shpreh një talent me këndu. Zotit më ka lidh me shumë producent, me shumë tekst shkrues, me shumë njerëz televizionove që mi kanë hap dyrë, për shembull. Nuk janë shumë, sepse në botën e muzikës, për shembull, jashtë Kosovë. Me pëkon një person si korone, ata e përkrojnë edhe shtetin. Edhe këtu të përkrohi njerëzit. Njerëzit po. Ati është bitë komar, Normal, përsa ta thash. Me konun e i felezojt, am këshe një mu diqka për... Po dhe të kalëzoj që tash, pa morë parasysh, a është i Fushë Kosovës. Unë jetoj që 3 vjetë Fushë Kosovë më ka bleri Shaqir Palushi që e falenderoj shumë. Banesën. Unë e ka marrë, po pa morë parasysh. Që këshe e bërë qytetar, tash, a? E gjithë. Tash me pironë në bëna. Unë e tash kam të akru këngën Gima u bo Prishtina Lija, po Fushë Kosova Lija. Unë kushtërim e këm posë ma herët këm këndu edhe rap. Seriosisht? Po, kam bile bashkongën për jetë të ame, që është jeta. është rap është, dhe kam pas një ndërhyrje, dhe kam problem me nofull, nuk mëj me hap gojen shumë. Edhe më ka dashtë, më ka propozu Bardhi Besedica, është një producent i jam i cili u kom tash ma shumë me rrëtën për Osma, edhe Beni Boksi që e falenderoj shumë që mi bën këngë të gjithmonë, mi bën pak kur farë kompenzimi. Avni Qahidi mi bën me tekste, me muzikë, mi bën dëti kam do ma unë. Beni Boksi e ka zemrën shumë të DJ Cimi, që më kanë afru edhe bide, unë mëj me shku në studio me najtë ato. A përden, Cimi më ka thonë të abo edhe qëtësin që të vynë, a përden vetën. Se fatë mirësisht, kushtërim e kam atë mundësin që me mouse, a përden kompjuterit, shkëruj, me qire të fajlat, mëj, po nuk mëj në përshamu, nuk ko mujtë me shku me najtë ma shumë në studio, përveç se që ato kur të kry. Se është puna që unë jem i
involon, apo e din për i dikujnë. Me konë vetë është ndrysh, se shkon rrinë vetë ato dhe i kitën mënyrat për me bo diçka. Po kur të ki involon që do të me të shu dikush, ai se cili person të shpeshe, se cili kina obligimet. Ose kështu që po taku me ma shumë për punë me njerëz, apo din, se sa për qef. Gim, kthehemi te emisioni. Kur do starton emisioni? E keni caktu datën apo e keni lënë së shpejti? Emisioni së shpejti, dikon 9 orë ka më konë, po datën hala nuk e di. E shpresoj që ka një pëlqysh. Promo ke shumë fani, promo në kishe bot tepër shumë edhe më ka pëlqy tepër shumë, edhe ideja jote është një ide që nuk e ka gjithkushi. Unë të përgëzoj për emisionin, përgëzoj për idejen, për qëllimin, edhe veçanti të përgëzoj për guximin që e ke marrë për me bë një iniciativë tillë. Po tash fal juve, fal shoqënive, fal Manuelit, sepse unë me Manuelin kam pas kontakte me 7 gurë që konë protesta e UÇK-s. Veç pak, bravo, veç më falë që për ndërprej, jena qëto, une e kom vrejt një diçka të ti. Pa. Gjatë promos emisionit, unë e kom pa një tatuazh që e kishe UÇK. Po, këto është tash ne me përparimi do po me prej durës, edhe unë të spjegoj ty tash. Okej, përparim. Ja, hajtë se përparim, hajde përparim. Na s'kena në ndërpremje, na i na drejt për drejt. Okej, kom i kalzu, do më thonë një të këtu, shpilë dhe pak. Do me thonë ja është UÇK. UÇK-ja Gima. Ka luftu që Gima me gëzu këtë diri që e gëzojmë sot. E kam grillat që kam manat, kështu e grillat ku janë manat. Po. Fatkeqësisht, ata janë prapa grillat. A pëshe grillat? Jo. Që më keton kaune. Që janë qatë durve që më keton. Po, po, pjesën tjetër, po. Edhe kalloshi është se gjithmonë jemi konë familje, njerëz të tonë që i konë post, atje jenë konë gjithmonë para plume. Jo, nuk o konë veç kom najtë shumë me ta, edhe jam i lumtur që kom najtë ma të shështëni, jam i lumtur që kena këndu me sharkia në atë kohë me ta. Këtina të sharkia, të gëzimet, se unë po këcej pi temës në temo, Gim. Po, që është atë kom thonë, absolut. Gim tim ke thonë mu e vetëm shkadush, unë e kam të vetë shkadu Gim. Gim, qka simbolizon arma ndarësma tona tradicionale? Asgjë. Jo, të simbolizon gëzimin. Gëzimin, po gëzimin normal, ama me të pru nuk bën, sepse... Po ta nish një pushkën katon, që qitet pushka shkatojnë... Që unë përbaj publikën, se unë kur e ku marrë të vlonë me vëgën, unë ku më gjuhë ponojnë korresh. Te po! Po ja, i ku më gjithë momentet, se unë jam largur rrëq larë shpija. Edhe na kena gjithë momentet? Ja, me gjuhë në përdasma, me gjuhë, e mi vra njerëzit... Ja, mi vra njerëzit, na vesh për këzë. Po ti në ashtë ta ke posa njerë, o vra. Gim. Edhe tash e tu dhe jem të rhepi aty një dhe ma absolut nuk du ma as ma me pa armë si. A ki më thirë mu e në emision tonin? Gjithë. Seriozisht? Gjithë ka më thirë edhe... Unë që nga ladroj këti hati për... Ja, pa blok, ti me ladru në emision të më zguzan. Se na, pe ati ka tu në kuvim na, i rrejëm njerëzit që alitët. Ja, mosë në mëzemi. A i ka ore pak zë. Normal që i kime kom, bide kena me kom në notë si staf kërret. Unë e propozoj prej Emanuelit e deri nga zëtorin më të fundit. Jo, vëllë, unë s'kam qef me Emanuelit këtë vjen. Jo, vëllë, se këtë kina shepë aty s'kam ara. Në që një lavna. Jo, se me Emanuelit e kena fri. E po nësë ndrështi lavna, këtë i kam shepë atë. Me kom shef unë në taj qabën të. Vëllë, kjo s'kisha rejtë bunë.
Gjim, e nesëm te kanga, te atmosfera, unë e po du me po pak ma fani emisionin tanë, sepse na është gëzim, kur e propozojmë e bojmë një njoftimin e një emisioni të ri. Ti promën veç e ke qit, ka shku promo te për shumë, është të pëlqy tek njerëzit, i kom ledzu krejt komentet, edhe është krejt kanë përgëzu për idenë edhe për këto tonë. Kisha dasht një falenderu se cilin një ka një. Sepse jam kushtrim të nështë i ke këshirë komentet, une jam një njerit që pa marrë parasysh edhe në hamë shkofsha. Edhe krejt fama e botës në bovë në muë, une nuk e anashkalej një person që më shkruan pozitivisht, po dhe negativ më shkruas, jo që aja zvjen shpreje, sepse une kom pos komentet Ma më të kishe mire. ma mu tag heq. Po, s'ta kom pos ale në Facebook. Ajë që sa shkejt e shpia ka më ta. Unë më koordinati, kër e pash një foto i kështë qitë, i kështë po ketë tag mu e jo, thash more gjem. Publik i ndëruar, i kërkoj falje kushtrimet publikisht. Zemra. Edhe kom Unë e kom që kam më të ngutë. Kam respekt, jo për, po veç për derën që ma kanë hapë. Derën e ki qelë jo është na, po të cili dush. Është edhe përparimi një personi cili ka hezitu për këtë Që më i përparimin shu? Ja. Nuk i Përparim do. Roma? Ja, përparim goshe. Përparimi jo, në kujtova dhe së përparim Jo, Roma, ne. ish mbalotash. Edhe tash, qëre. Tash nashta po im se hiden balotash rënë të. E kësha pos një, se a ditë ku marru në emision të amin. Jo, të në emision të mi po dëna. Ja, e kësha pos një thirrje të krejt këta politikanat dhe se Oh, shumë. ma, politika se si Nëse kamara. veç po du me thonë. Me thonë se një hoqë juni, hoqë Blaino, ka thonë se kanë me dojtë dikush ka me fitu lirin me gjak. Edhe ka me dojtë dikush ka me hu për karrikë. A moni ju kullë bënë bashk, edhe mos se edeni Kosovën me rama ndur të huja. Kosova kur në dur të huja s'ka me ra. Kosova liri, salamadi, demokraci. Kosova i ka qenë ma. Qëre, nuk jam me shkollë njëri, po më ka ra me nejtë me njerëz me shkollë shumë. Unë e vëllë e kom shpjen nga të shkollë. Nga ti, ja nga shkollës, ka dhëne. Po nga ti, unë një besë po të bo. Nëse vazhdan që shto, kena me hu krejt. Mu për vetë. Kur t'jena vishë për unë kur t'jena të politika, gjimon s'kamara. Valla gjimon s'kamara. Ose krejtëm tojnë jemi vetë vendosin, jemi LDK, jemi PDK, unë jam me krejt. Qa unë me krejtje. Jo s'ka kështë me ke? Ja, krejt, jo. Ja, gjim. Unë jam me drejtësien. Kush o i drejt jam me qata, kush fitan që A gjomon i drejti? Krejt janë drejt. Wallahi, rrike nësja reja në gjybës e dyta, rrike në samtan është të përqe. Pe hajri e kish mjetëri e 7 zomës kam Jo, drejke. qysh, më. Ajo të ke kom hangër pasëllë mu ka fribar. Bërë i kish mjetë, për që ta e kish bo pa dosën. Seriozisht. Apo jo, bëja e tha gëroni, tha ka i ka ardh viza shpeta, e morëm nëse Ja, më në ka rajtë në shpeko. Seriozisht. Kena me Shërë me nëse shku. kena ditë që Kena me shka shku. bajnë. Po edhe ishtu tha, Evelinja, tha kisha në kish bas të hire, tha e kina pa tha me një kese me 10 vërëv, tha rrëth ka pingjike. Hajde në të hajde. Jo, po na kanë në i ka me shku dëtë në për intervista, ba. Vëllahi, hajde shkojna basë ti për ta këlloni. Se dhe zovë shumë të i kanë nërmjet. Vëllahi, gjim, se kina me ojlim për qenim. Gjim. A di kanë për morëm një intervistën e ti? Manuelin. Manuelin për morëm. E ka marrëm. Jo që do shërmeq, do të pysë Gjimën vetëm edhe një qështje. Gjim, qka do të na thush për fond një mesazh tanin bombastik në minutat fundit? Gjim, mikrofoni për ty, jepi, shpreho, po jo më shprej keq, veç e mirë. Ja, mirë. Kisha dashtë me bo thirrje të gjithatin e familjeve që kanë persona me nevojat veçanta. Të gjithë atyre që dojnë një ndihmu, që drejtohen të na,
ose të unë, ose të Manuelin është njëjtë, edhe po du m'ja gëzu shpirtin dikojna, kur shkoj me morë një intervjist, m'ja gëzu shpirtin dikojna. Po ty e zemra Ka morë parasysh, me neve ka më orë qaj person, ka me abli harë, se une e ka mërzi porëm, nuk du me pranu, ka me marë harsh për qatë familje që të shkojnë na me Po ty vizitu. zotit gëzoft, Gjithmonë kom pas qef me realizu një undër që e kom nisë. O, inshallah krejt realizimin e ëndrave tua e bën, na të urojnë aty shumë shëndet, shumë jetëgjatësi e inshallah zot ki shumë sukses edhe sponsora në qëtë emisionin tanë. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse për fund nuk do e mbylli emisionin pa e shtigimin me kënu edhe një 2-3 lafe. Gjem, hajde nuse reja jemi jo, po cëllën kanë këtë për atmosferë. Po ta knaj një që kom bot fundit. Hajde kënë që do ndosh, one nuk i di. Po edhe nuk o dojtë klipi, vesh... Ane në shpishpune dhe pa dojtë klipi, kënë e të life na jena. Si te tu, unë ti du, vesti je për mu, je për mu. Shumë si t'ja kënu në i kuj. Ja, absolut. është një tekst që kom shkru vetë, To zemre. edhe kena me bo me Kosova Info, kena me bo klipin. Syte tu, unë i du, e i tiri me mu, më supportu. Ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sjellën veç na. Kosova Info ju informon po çdo gjë. Aty ku e bukra ka një emër, me ditë, me diell, o zot na kënaqi tamam pranë vera. Çfarë do të thonë? Kosova Info. Okej, jeni me neve Kosova. Të shpejt buzim që më vetë korrekt. Ta zemra. Ma të shpejt mos ki ku me qu, a veç kolona për në vanon. Kena me bo një emergjent pa vetë utje. Një ambulancë. Ja, ma zemrën, e ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat i mira i sëllën veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë.